Në bazë të nenit 64 të rregullores, ju tërheq vëmendjen. Pra marr masën e parë ndaj jush. Atëherë në bazë të nenit 64 ju jap masën e dytë, vërejtje. Vërejtje. Nëse vazhdoni, natyrisht rregulloria më detyron të vazhdoj. Zoti Bardhi, në bazë të rregullores, po ju jap masën e tretë, ju hiqet e drejta e fjalës për gjithë ditën e sotme. Për gjithë ditën e sotme. Zoti Gajta, do vazhdoni apo kërkoni një pushim të qetësoheni e të riktheheni? Zoti Balla. Procedurë. Si the? Atëre, Zoti Bardhi, ndjes Zoti Balla, po marr masën e katërt për ju. Përjashtoheni nga seanca. Largohuni, lini sallën. Lini sallën. Zoti Balliu, keni marrë një vërejtje, një tërheqje vëmendje, po ju jap masën tjetër vërejtje në bazë të nenit 64 të rregullores. Zoti Bardhi, jeni totalisht në shkelet rregullore sepse jeni përjashtuar nga seanca dhe po pengoni si një i përjashtuar, po pengoni kolegët të flasin dhe të zhvillojnë debatin.